Trokitje për profesorin Fadil Qitaku, tash i marash interesant, e? Shumë interesant. Më pëlqejnë njerëzit që janë direkt, më pëlqejnë. Mua pavarësisht se cili e analizon në mënyrën e vetë dhe studion në mënyrën e vetë gjithçka, por i kam debulesë të njerëzit e direkt. Tash kemi një vajzë tjetër, e cila do na vi në Folship Show. Sot kemi vetëm me profesora dhe me mësuese dhe me shkrimtare edhe do jetë diçka shumë interesante. Një vajzë e lindur dhe e rritur në Zvicër, e cila e flet gjuhën shqipe jashtëzakonisht mirë, meriton kjo respekt absolutisht, sepse familja e saj meriton respektin së pari, së dyti e meriton edhe vetë personazhi, pasi e ka marrë me seriozitet për ta folur dhe për ta quar në nivelin e duhur gjuhën shqipe dhe sidomos edhe për të shkruar libër. Libri nuk e di tash, është në gjuhën shqipa, në gjuhën gjermane, por do ta pyesim pasi të vi. 2 libra. 2 libra, do i promovoj në Folship Show për herë të parë, Zamfina, jo Ismaili, se po mendoj që po na vjen këngëtarja motra Adelinës. Është Zamfina Rexhaj, e cila vjen në Folship Show ekskluzivisht për herë të parë për të promovuar 2 libra dhe e bën punën në Zvicër si mësuese në shkollën e mesme në Dietikon të Zvicrës. Dhe ftoj me duar trokitje, unë big up prej DJ ton më të madh që kena njoftë në herë në historinë tonë, Zamfina Rexhaj! Mirë se erdhe në Folship Show, Zamfina. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për kohën e juve. Mirë se erdhe, Zamfina, kënaqësi që të kemi edhe ty sot në studio për herë të parë në Folship Show, me qenë se të kena kojshi, pse kjo ka çuar të na bën me ditë? Nuk e di, na shta kom prit derisa ti shkruaj 2 libra. A, ke prit me shkruaj 2, se i pari s'ka mjaftu. Po. Okej, bukur. Nga Istogu? Nga Istogu je me origjinë. Po. Prindët e mi janë të Istogut. Prindët e tu janë të Istogut. Ti ke lindur në? Unë kom lind këtu në kanton Dargaut në Zvicër. Okej. Edhe jam rrit këtu. Je lindë edhe rrit këtu. Sa e lidhen je me Kosovën? Shumë. Unë gjithmonë them jam shumë e lumtur, shumë falënderuese që e kam pas këtë mundësi, mu rrit këtu në Zvicër, po prap unë zemrën e kam në Kosovë. Zemër e ke në Kosovë? Po. Qysh kjo po zemër sot? Jo, ama zemra jeme. Domethënë, se unë kaponaro, kastriot, s'marrvesh. Domethënë, Zamfina, do flasim sot për librin tënd, për librat tua, veprat tua, 2 vepra që i ke realizuar në gjuhën gjermane? Njëna është në gjuhën gjermane, tjetra është edhe gjermanisht, edhe shqip. Edhe shqip. Po. Çfarë bëhet fjalë me këtë libra, Zamfina? Çfarë ke shkruar? Libri i parë është një roman, është gjermanisht, ka titullin Gefangen zwischen Zukunft und Vergangenheit, edhe është një histori për luftën e Kosovës. Është një histori për luftën e Kosovës? Po. Do me thonë, nuk kom shkruajt për luftën se si që kanë ndodhë, edhe nuk kom ba intervista me njerëzit që nashta e kanë përjetu atë kohë, po e kom ba një histori kështu, e kom e kom kriju, do me thonë, fantazi. Fiktive është. Po, fiktive është, fiktive. Amo, prap i ka disa momente që nashta dikush kështu i ka përjetu me të vërtet. Amo nuk është as biografie jemja, do më thonë nuk është një histori që une e kom përjetu. Si e bazuar për ta shkruajtur këtë? Me tregu drejten, nuk kom ba diqish, nuk kom këshio në internet, ose nuk kom ba intervist si që tash me dikon. Apo qëfar ke dëgjuar të njerëzit, apo si? Po, qa kom dëgju. Qëfar përmbledh me 2-3 fjalë kjo? Është historia e Leonorës, të më thonë Leonora është personazhi që unë e kam kriju vetë, nuk e një Leonorën. Po, është një... Po, është fiktive, edhe është historia e saj se ajo ka lindë në Kosovë, edhe kur të është 5 vjeqe i duhet me ikë në Gjermani, bashkë me nanën e saj edhe me motrat e sajna. Edhe të regon, do me thonë, jetën e sajna që shëndërton me një vend huj, edhe qësh prap ajo nuk e harron Kosovën, edhe baba e saj në Kosovë, do me thonë, e burgosin, edhe ato e përshkruaj në libër. Edhe i tregon sfidat me të cilat ajo ballafaqohet se nuk është e lindur dhe e rritur në Gjermani. Më thonë është pak një histori e mërgjimtarve. Pra, e ke dëgjuar dikun pra? Tek njerëzit edhe i ke përmbledhur pak a shumë, apo e ke fantazuar? Jo, po unë edhe vetë kam përjetu. Edhe pse nuk kam lind në Kosovë.
Dhe më thonë, na mërgjimtarët, na të gjithë besoj që këto momente që i kom përshkruar në libër. I prek gjë. Po. I prek gjë. Pra dhe më thonë është një lloj... Po. Kur lindi pasioni yt për shkrimtarinë? Kur ki fillu mu marrë për herë të parë? Me tregu drejt, kur unë kanë e vogël, kam shkrujt shumë, ama kam shkrujt kështu për veti. Do më thonë, poezia të vogla, edhe mësus të mi që i kum pas, më kanë thonë gjithmonë që shkruj shumë mirë. Do më thonë, tekstet, detyrat që na jepshin, i kum shkrujt shumë mirë. Po, kur nuk e kum ba men që nashna muj me shkrujt me të vërtet një libër. Edhe pse migja jem, ajo është shkrimtar, ajo ka shkru një libër për Ibrahim Rrogoven. Dhe do më thonë, është pak si në familje, po apet nuk e kom ba kur në men që une nashta muj me shkrujt një libër. Po para disa vitësh tani më ka ardhur një farë mendimi, thosha, ata provoj një herë, ata provoj, nëse dështoj, s'ka rëndësi. E provoj Pa për provu, nuk e kupton, a dështon apo s'dështon. Edhe pse kjo kanë libri parë, do më thonë, me këtë histori. Pse e kiz gedh bashkë këtë histori? Se, si që thash edhe në fillim, unë e kam zemrën në Kosovë. Edhe kom thonë vetit të qysh po mungon kjo histori. Do më thonë, po mungon një libër që tregon historinë tonë. Do më thonë, historinë e mërgjimtarve. E ki shkru në gjuhën gjermane këtë libër. Po. Cili është synimi yt, është edhe zveçrant me kuptu ma mirë se çka ka ndodhur atje dhe përvoja jonë? Jo, po është, s'pari e kom shkruajt gjermanisht se mu më vjen ma letë, normal. Unë jam lindë jam rritë këto, dhe më thonë, unë mendoj gjermanisht, unë e kom mësu gjermanisht në shkollë, dhe më thonë, çdo ditë flas gjermanisht. Edhe pse kur nuk kom dasht me hup këto shqipen, dhe më thonë, me ditë me folë shqipen mirë, ashtu e foli siç ma kanë mësu print e mi, siç e kom mësu të shtëpia, dhe më thonë, nuk kom shku me një shkollë këto me mësu shqipen, po besoj që më ka ardhur ma lehtë me shkruaj gjermanisht. A ti qes parët me të vend vesh mirë për të libra, se po shosh që i kishtë rëngu shumë e nduke s'do më të dhëmë. Jo, am beson që... A me të vend ta qërë me ti pagu? Jo, am beson që i ku marrë për dhurat, me ti... A për dhurat i ki silë të? Po, se nana jem kam su mos ma ardhë kur me dur të thata. Me dur të thata, bravo. Falimderit shumë dhe ty dhe nonës. Nona e Zampines, përshëndesim, falimderit shumë. Tash këtu janë dy fytyra. Leonora, cila është tu? Leonora është në të dyat. Në njënën i ka 5 vjetë, në tjetër është 25 vjeç. Okej. Për sa kohë e ki shkru këtë libër? Për një vit. Për një vit. E në vitin 2023 e ke botuar këtë libër? Po, në vitin 2023. Ku gjendet libri? Gjithkon, ku të duash. Për shembull. Do më thonë, e ki online ose e ki edhe në librari këtu në Zvicër. Në gjitha librarit? Po. Oh, bravo. Ose edhe në Gjermani mund është me ble. Si të mos edhe online. Online si mund ta, vetëm të shkruajmë titullin e librit? Po, vetëm titullin ose emrin tem dhe i gjon të gjitha faqet, ku mund është me porosit. Gjithë interesuarit për historinë e Leonorës të shkruajtura nga Zamfina Rexhaj, ja ku e keni vetëm mjafton mu fut online, edhe gjeni e bleni o sill postat e shtëpia, kushton... Sa kushton? Nuk e dim, do këtë 24,90. 24,90 stil Zvicrë, 10 cent ja u ka falë, pra pak po 25. Ama ka mundësi edhe me blesi e-book online, dhe më thonë ajo është ma e lirë tani. Okej. Libri dytë? Libri dytë është... A ka thonë nona me na dhonë edhe shtana ju? Po, që shjo, kjo është bile edhe Shqip. Kjo është Shqip, okej. Po. Gefühle, ma ndyq, total shate. Gefühle können sprechen. Ndjenjat mund të flasin, ha? Po. Shumë interesant. Ndjenjat mund të flasin. Si mund të flasin ndjenjat e mësuese Zamfina? Mund të flasin ma letë në libër, të më thonë në poezia. Se unë besoj që shumë vështirë është ndonjëherë mi shpreh ndjenjat njëri. Do më thonë mi gjetë edhe fjalët e duhura. Edhe kur të shkruajsh librin vjen shumë ma lehtë. Do më thonë edhe mund ka shumë ma lehtë mi shpreh ndjenjat. Çfarë ndjenja e shpreh në këtë libër? Janë 3 ndjenjat. Është malli. Do më thonë, gjithë kushpinjeve kanë di ndonjëherë mall për diçka. Mall për gjithshëm apo për diçka të caktuar? Mall për vendlinjen. Për vendlinjen, bravo. E dyta? Se kom dash me pa pak njëjtë sikur librin e parë. E dyta është dashuria. Gjithë kushpinjeve dashurohet herët ose vonë. E treta është vetmia. Çto 3 ndjenjat i kom. Cilën e ke përjetuar më shumë? Vetmin, dashurinë apo mallin? Mbaret kur, të gjithat i kom përjetuar. Momentalisht të cila je? Momentalisht jam te malli. Malli se si më kanë që 2 vjetë në Kosovë. Pse more? Nuk e di se s'kom pas kohë, me studime, me punë, nuk kam pas kohë.
Okej. Edhe më vjen shumë keq, se unë çdo verë jam kanë Kosovë edhe për çata e një mallin mas shumë ti për momentin. Ka ndonjë poezi që mundesh me na lexu pak? Po, patjetër. Për Që cilën s'ka që ndjenje e po keni qef? Na për dashurinë na të fiktum. Për dashuri, pesho. Na të dashurum deri në fyt me Marashi po, nëse unë Fol për veti. jam bën tana herat. Të zgjedhë më të mirën. Okej, kjo është poezia jem më e preferuar për dashurinë. Me fjalë të vogla. Kam dasht, fjalë të vogla të du. Vjen kadale, pa zhurmë dhe pa nxitim, në zemër si një ëndër që s'pushon. Dashuria është heshtje, e urtë dhe e qetë, si një flad i letë që shpirtin ta ledhaton. Ajo s'kërkon shumë fjalë, s'kërkon zë, por ndjen thellë, më thellë se çdo gjë. Është një shpresë e butë, një prekje e lehtë, që vjen në heshtje dhe gjithçka tjetër e vret. Kur dashuria vjen, asgjë nuk e ndal. Ajo ndriçon si një dritë në mes natës. Pa u vënë re, ka përcen çdo mur dhe çdo mal. Dhe në heshtje shpirtin ton e bën të madh. Bravo. Faleminderit. Ndonjë për mallin që ke thënë për vendlinjen. Për vendlinjen, po për mallin, po, që na gjej bravo Marash. Sa dush. Dy truna janë më të fortë se një. Çata. Bashkimi, që ka thonë forca ban fuqinë, apo bashkimi ban. Po, patjetër. Kam shumë për mallin, që i kam shkruar shumë të mira. Një për mallin, po do ishte interesant se çfarë malli ke për Kosovën, kemi dëshirë me ditë, për vendlindjen. Jo, vendlindja që ka Zvicrën, në fakt, por për Kosovën, vendlindjen e prindërve. A beson që poezia e pare ka titullin Kosovë? Edhe besoj që po du këta më Hajde letë. këtë po. Erdhi ajo ditë që gjithë familja e priste, të merrnim udhë një herë në vit, se Kosova na thërriste. Shumë orë kishin kaluar, lodhjen e rrugës e durova, po prap isha e gëzuar në momentin kur familjen tem e përqafova. Po, bravo. Faleminderit. Shumë bukur, bravo. Faleminderit. Ky libër gjendet online, besoj. Po, gjithmonë. edhe kjo online. Në njëjtin komshi me këtë librin tjetër e keni. Në gjitha pikat e shitjes ku gjendet ky libër, mjafton me shkruajtë emrin e Zamfina Rexhaj, edhe ky libër u vjen te shtëpia me 24 franga 90 cent. Edhe ky njëjti. Kështu që bravo qoftë Zamfina, më vjen shumë mirë. Faleminderit. Tani du dalim pak te profesioni që bëni. Po. Mësuese Zamfina, tash po strasim mësuese Zamfina sepse jeni mësuese e ekonomisë në shkollën zvicrane Dietikon, shkollën mesme? Po, shkolla mesme profesionale. Po, profesionale. Kur apo si ke zgjedhur për drejtimin e erë? Si të erdhi ideja për të marrë këtë drejtim si mësues apo? Besoj që edhe kjo pak është kanë në familje teme, se baba jam është kanë mësues kur jam kanë në Kosovë, i biologjisë dhe fizikës, më duket. Edhe migja jam ka punu si mësues i anglishtës. Që keni gjithë si familje? Domethënë gjithë familja ka pak këtë profesion, edhe unë mati e kom ditë që du mu ba mësuese. Se unë gjithmonë kom pas qef me shku në shkollë. Unë kur nuk kom pritu me shku në shkollë. Edhe kur jam ka në shkollë, dyqysh jam një shumë mirë. Mu ka do kësi një vend, dyqysh krejt ndryshe. Shumë larg problemeve, larg gjitha të këqijave kur t'jesh në shkollë. Edhe kur ke pas provime. Jo, heq s'kom pritu, kur as provimet mi shkrujt. Dhe më thonë, unë jam kanë pak, kom mësu shumë, kom shkrujt notat e mira, edhe... Ti përfundove studime, gjitha të aplikove për mësuese në Dietikon. Po. Dhe u pranove? Po, që 3 vjetë punoj si mësuese në shkollën profesionale në Dietikon. Pranuar me të parën, duhet them, apo patë vështirësi për ta kapur? Jo, me të parën. Me të parën kanë pranuar. A je vetmja shqiptare? Jo, nuk jam. Sidomos në shkollën time janë edhe shumë shqiptar tjerë që punojnë me mu, edhe jam shumë e lumtur për këto. Edhe besoj që e kom zgjedh shkollën më të mirë për me punu. Sa mirë, se na kur jemi rrit këtu s'ka pas shqiptarë. Shikon profesor sa kanë arritur shqiptarët, japin mësim në Zvicër zvicranëve. Bravo. Interesant kur analizoj Marash, si ka mundësi gjigant, kaq aft, kaq inteligent, kaq guximtar që jemi si popull, dhe punë tona e kena allug
llom shtetet tona i kena katastrofë, duke e ditur që realisht në qoftë se e fut një shqiptar në çdo lloj balancimi apo dueti me një tjetër, jam i bindur që shqiptari fiton në shumë raste. Po. Si ka mundësi që ne atje i kena punë aq keq, kurse këtu në diasporë shkelqejmë, rrezatojmë, mrekullojmë gjikam, nuk e di. Shka një pyetje e mirë për profesorin. Profesorin, po, ato është kjo pyetje më apo. Si ka mundësi profesori nuk na ka ikë në backstage kena. Profesor, për larg, si ka mundësi vëllai që në diasporë shkelqejmë edhe rrezatojmë kurse në vendet tona llomi kena punë. Ma jep në distancë lutën i përgjigje ta shpjegojnë pastaj me mikrofon. Po politika po tutët me naj hop tyrt. Kolegja shpjegon aty se. O kry muhabeti, domethënë vetëm politika e ka fajin që po tutet me i hap dyrt dijes. Se nëse hyn dia, nuk ka korrupsion më. Apo jo, profesor? Altin, moja dhone me ta dhënë përgjigjen teme. Hajde të po. Çka mendoj unë? Unë nuk foli, siç thash edhe në fillim, për politik shumë, nuk marr edhe vesh shumë për politik, po çka muj me thonë, unë besoj që edhe na që jetojmë jashtë e kemi një ambicion të ndryshme. Domethënë, unë për shembull kam pas gjithmonë qef mi bë printe mi krenar. Se printe mi kanë hek shumë. Domethënë e kanë ik prej Kosovë, kanë ardhur me një vend të huaj që nuk e kanë njoft as gjuhën, as venin, edhe ma kanë ndërtu një jetë sa ma të bukur, mua dhe motrave të mia. Ndoket për këtë arsye kom pasi një motivim ndryshme. Domethënë për ta kom dashur me arrit diçka. Si obligim si për obligim, sakrificat e prindërve. Po. Besoj që kjo është një ashtu shpjegim besoj. shumë. Kjo shumë është shpjegim i mirë. absolutisht. Besoj. Shpjegimi, po jo, absolutisht. Po kishë mujt edhe mos me arrit. Po fakti që po thuti që ka edhe shumë shqiptarë tjerë të shkolla, pra domethënë nuk është që je vetëm ti. Ka shumë në përgjithësi shqiptarët dominojnë dhe depërtojnë. Mentaliteti edhe talent. Edhe Se guximi. Ka potencial. Absolutisht. Po. Po tash këtë them pse Si u kanë për ty me zampin. Besoj që edhe ti s'ki pas ndaj mësues ose mësues shqiptar kur je rrit këtu në Zvicër. Jo, nuk e kom pas. Nuk e kom pas. Qysh është për ty tash më kanë ti vetë mësuese? A njën si përgjësi? Beson që kam shumë nxënësi që janë shqiptar. Edhe ata njën shumë krenar kur të më shohin. Domethënë edhe kur të shohin sidomos emrin tem, se na jena mësuar me emra zvicranet, mësuesve domethënë Müller e Majre këta. E tani kur ta shohin emrin tem Rexhaj, nuk e besojnë. Neha nuk e besojnë. Ta bëj pyetje kështu sipas natyrës teme se ti, aty që Po, kam natyrën shumë atë ngacmojnë ndjem të shkolla të flas nxënësit se tash në shkollët mesme profesionale janë gjithë të mëdhenj, nuk janë vegjël ata. Po. Atë ngatrojnë, pra mos me di që je mësuese, po aty se dukesh shumë Jo edhe aq, po. Shumë nxënëse dukesh shumë Po, edhe me vjet jam hala shumë e re, e di, edhe për mësues se na unë për shembull mësues të mi jon kanë shumë më atë po them pra, atë po them, rezaton bukur, edhe dukesh si një nxënëse edhe them atë ngatrojnë në herë djemt me vajzat e shkollës edhe si është reagimi jot? A ka ndodhur? Në fillim po. Në fillim po. Po tash më duket që janë mësu. Sidomos ata që i kam tash që 3 vjet që vinte unë, ata janë mësu tash, po në fillim po. Mundohen ndoshta pak ose nuk e din që jam unë mësues, siç po thotë, mendoj që jam nuk e di. Po. Ama më beson edhe klasa jeme ose klaset e mia që i kam unë janë më shumë djem se sa çika. Më shumë djem se sa çika. Kush është si natyrë më ngacmues, shqiptarët apo nacionalitetet tjera? Pa e di tash... Më ngacmues pozitivisht, po flas, jo negativisht. Të dyjat. Krejt, nuk ndryshojnë pa shumë? Jo, nuk ndryshojnë hiç. Jo, hiç. I kena mësuar edhe të tjerë, i kena mësuar. Po, ambeson ma shumë, ose ma pak ngacmojnë ata që janë shqiptar. Atë shqiptarët ngacmojnë më pak? Respektojnë ma shumë? Po, më respektojnë ma shumë, po. Okej, po, absolutisht, respektojnë ma tepër, se din se ashtu. Po. Atë mund ka befasu, me a ke pas ndonjëherë paragjykim në shkollë nga kolega apo nga ku diun si shqiptare? Patjetër. Ke pas? Tën jetën e kom pas. Tën jetën e kom pas paragjykim. Çfarë kanë qenë paragjykimet më të mëdha ndaj teje në shkollë? Unë kur i kam fillu studimet, domethënë unë mas shkollës kam studiu 4 vjet ekonominë edhe drejtësinë. Mas andaj e kam bërë shkollën për arsimtare, 2 vjet. Edhe drejtësinë. Edhe drejtësinë. E tash ja kam filluar edhe masterit juridik, domethënë ato e përfundoj si vjet inshallah. Edhe kur e kam bërë shkollën për arsimtare 2 vjet, e kam bërë në Cyrie, atje i kam pas paragjykimet më të mëdha, më duket që i kam pa ndonjëherë në jetë. A mund të më dhënë për shembull?
konkrete? Po se ja fillon me shikimet. Domethënë shikimet kur çojnë njerëzit edhe kur ta ndëgjojnë emrin, sidomos emrin. Tani e vren se diçysh nuk mendoj që ti mundesh me arrit. Ose për shembull unë që unë më me kanë mësuese. Nuk mendojnë. Edhe sidomos në atë shkollë e kam vrejt më shumë ti, edhe kur e kam pas provimin e fundit, mas 2 vite, e mojnë men hala që profesoresha që kam pas unë, më patë thonë, Zamfina Rexha nuk e kam besu që në fillim që ti ki me arrit më bë mësuese. A ka arsye tu diçysh, a veç Jo, vetëm kështu sa prej nuk e di shumë e re, edhe shumë ndoshta interese tjera ndoshta, nuk është për ty ky profesion. Kështu ju kanë paragjykimet e sajna. Edhe unë jam një tani krenare që kam mujt mi tregu që nuk është e vërtet. A beson që është shumë e rëndësi për nxënësit e tu që e kanë një mësuese shqiptare, si një shembull të mirë, se na si kemi pas këtë, dhe kemi përjetuar shumë paragjykime dhe po në vaki ka pas edhe në gjeneratën tonë shqiptarë që kanë menu që s'mujnë me arrit. Shumë, më beson marrë shpytja më e bukur që e kam pas prej një nxënësit është më ka vetë Zonja Rexha, a ka mundësi na shazone me arrit çështo si ti më bë mësues? Edhe i kam thonë patjetër, nëse kam mujt unë edhe ti mundesh, pse jo? Domethënë e kam pa në atë moment që me të vërtet jam një shembull për ta. Domethënë e kam motivu nashta edhe ai me arrit këtë më bë mësues. Kjo është edhe arsyeja e këtij emisioni që promovojmë njerëz me vlera për të motivuar sa të mundemi shikues tanë edhe gjeneratat që do vinë. E lindur dhe e rritur në Zvicër, Zamfina. Shoqëria jote është shqiptare apo zvicerane? Shqiptar. Shqiptar. Po, më shumë shqiptar. Më shumë shqiptar. Më shumë shqiptar. Andrat i sheh shqip a gjermanisht? Të dyat, herë shqip, herë gjermanisht. Varet çka shohën. Okej, interesant. Bukur. A ke ndërmend me kriju vepra tjera Zamfina? Po spare du mu koncentru në studime. Se që thash jam të kriju masterin në juridik, edhe nuk është shumë let. Pas masterit, çfarë ke vendosur? Pas masterit, tani nashta kam e shkru edhe një libër të tretë. Po nuk du me tregu shumë për ta. Për librin e tretë. Poezi apo roman? Ja, këtë do me gjetë. Nuk ka me qenë poezi. Këtu ka me fol, se ka fol për dashurinë kur ka qenë dashurim, tash ka me fol për familjen, për martesën, për bashkëshorti, për këtova. Nuk kam shumë eksperiencë. Falë, mësues Zamfina, jeni beqar, apo jo? Po. Single? Po, single. Momentalisht jeni komplet fraj? Komplet fraj. Zamfina Rexha e ka ju dashur shikues që keni nevojë për një vajzë të mirë, një vajzë intelektuale, një vajzë shkrimtare, punëtore, mësuese, e bukur, kështu që kush ka rrezik, kujt ja ban zoti rrezik. E merr. Faleminderit shumë. Pa ta gjeti burr për këtë mes të emisioni mu knash nona, se thot nona u lodhej çik te puna, u lodhej të shkruaj libra. Martovat, ka thonë nona martone? Po, am beson, më ka thonë, ani qika jem, kur të krysh këtë masterin, tani ka dalole e ki kohën mu martu ta shqip. Qële, që ka jemi nona? A e ke kry, qefsere. Zonja qefsere, pa e martue, Zamfina në s'kena me lanë, për mes të emisioni në Instagram me ko, a e ki qashtu e në Instagram? Po, qashtu e ka. Zamfina Rexha i dashur kandidat. Zamfina, shumë interesant. Kuj i bën pushimet ti zakonisht përderisa 2 vite s'ke qenë në Kosovë? Ku ke shku ti verës gjatë kohëve të pushimeve që ke pasur? Gjaskon. Gjaskon. Në përbot? Po, unë e kam shetit krejt botën. Krejt botën? Gati krejt botën. A me a ki kalu Marashit, se dhe këta kam kandidat konkurent? Nuk e di. Pasione kam edhe unë këtë. Kuj e konë gjithë botën, a vënë me ditë? Ti nashta edhin që na mësus të kim shumë pushime. Ekskursione dhe gjona vazhdimisht. Jo, po thom kim shumë pushime. Ja, pushime po, unë kam 13 vjatë. Njërë në muj, njërë në muj gjysë, nuk e Po, gjdo muj unë e kam pushime. Puna me mirë me që mësuese në Zvicër, për besë. Shumë është punë interesante. Shumë është punë e mirë, shumë. Edhe unë shumë kam qef mi pa edhe kulturët e tjera, vendet e tjera, po ashtu kam edhe qef me vizitu Kosovën, prandaj unë e verës më shumë të shkojnë Kosovë, po tash nuk kam pas shumë kohë. Që të verë ki me shku inshallah. Që të verë ka më shku. Ku jenë konë në qëfar vene? Cili vend ka lanë për shtypje më shumë? Normal këto vene që i ka vizitu gati gjithë kush, Dubai, për shembull, jem shku 3-4 herë. Vendi që më ka lanë më shumë të për shtypje ka qenë në New York, kur jam konë, edhe kam qef me shku në Miami, po pak më ka dështu këtë plan, inshallah, vitin në ardhshme.
Në Greqi, kam shumë qef me shku në Afrikë. Nuk je kon këto vende që po përmend. Po, jam kon. Je kon, okay. Vetëm Miami nuk jam kon. Vetëm Miami jo. Kam qef me shku, po. Okay. Në Afrikë je kon? Po, në Zanzibar. Interesant. Zanzibar. Ka qenë shumë vend i bukur. Edhe është shumë, zdi, diçish interesant, mi pa kulturët e tjera. Ai pa ato kafshët e egra, gjitha live? Po, qish jo. A ishte rrezik për tyre? Jo, hiç. Ambeson hiç, as pak. Më ka shkova Qish natyra është ndryshe atje. Edhe i kom pa ato kafshët që shitojnë shumë të lirë. Domethënë nuk i arsye pse. Po jam mësuar me njerëz tash, me turistë, vazhdimisht me turistë edhe nuk ju bën përshtypje. Jam mësuar shumë. Vetëm me dalë në një unë të fortë atje se interesant. Domethënë këto vendet kanë pëlqyer. Po, më kanë pëlqyer më shumë te. Domethënë edhe këto vende që i kem këtu afër, jam kanë në Francë për shembull, shpesh ose në Itali. Edhe unë i kom shëtit krejt këto vende pa harxhime, a më beson? Pa harxhime. As një cent se kom harxhu. E çish ashtu? Ja shoh storit Maroshit. Mi këshyr të historitë e mia, tani ishen edhe më shumë. Po shënohen do ta bëj follow stafën. Follow të këshyr. Grue! Mos më këshyr të sekonda ja t'ja bëj follow profesionale. Për arsye profesionale po im follow këtu. Qashtu. Çuria sa tu ka çika. Çuçi po te për ti. Zamfina me m. Jo Zamfina e po Zamfina, paska. Zamfina Rexhaj. A di kush më kalon këto emën? Sa të mbo, ma pas ke bo blok. Jo. Sa të mdol, kërkun si të mdol. As sa të mdol. E ke shkruar gabim ndoshta. Po valla. Po, pësojt na kanë lënë. Mos tani non jam mësuese, jam mësuar me gabimet. gabimet. Pas kanë mësuar avesh mua. S'po ndel mua. Jo për sa smu, që unë shumë ka shumë mirë. Çre tash nuk. Jo, mbjemni nuk e kam. Krejt, nuk e kam, vetëm Zamfina. Ç'a? Kjo e para, Zamfina. Shikoj tash. Çre tash, bukur shumë e trusi follow kontak. Edhe ma këthen borgjin, ti mos në i borgj, se pas ke privat. U bo. Qa ashtu, ndërkohë që isha të shkujtë e emë, në ata tjetë kanë kap telefonet të shkajt të kërë disa follow. Nuk e kam e bëjamën, vetëm Zamfina. Zamfina, a kemi diçka për të shtuar kësa interviste? Unë jam shumë e lumtur që ku mujt me kanë pjesë në këtë emision. Faleminderit shumë për juve. Edhe shpresoj që nashta fjalët e mia kanë mujt me motivu dikon tjetër, edhe besoj që edhe librat e mi ose jam mundu edhe në librat e mi shpreh këto ndjenjat e mia që i kam pasur. Ja ku i keni 2 librat e Zamfines dhe kur të bëj përsëri veprën e tretë, do na vi përsëri Zamfina Selshoj Matashi. Patjetër. Do na vi përsëri për ta promovuar librin e tretë. Edhe i gjenin gjitha pikat e shitjeve të librarive në Zvicër edhe online, edhe mund ta bleni për ta lexuar edhe për dashurinë, edhe për mallin, edhe për vetmin. Kështu ke ngel vetëm në herë? Gjos kush për neve ka ngel vetëm në herë. Për të më thonë, këtë librin e parë ti je motivu të vetja jote. Një moment ke qenë dashuruar, edhe ke shkruar për dashurin, një moment ka marrë malli, ke shkruar për mallin, një moment i dashuriu përlohet, u prisht, u ndate tani mete vetëm. Po, në herë jam kanë shumë e dashuruar, tani kam. Po, dhe kur jetë shumë e vërtet, po çashtu ndjenjat janë, ç'është kush për neve ndjen. Çdo ditë. Absolutisht, absolutisht. Edhe unë gjithmonë për vetmin kam shkruajt. Marrësh? Atin. Zoti të rujt. Zamfin, faleminderit që ishe për mbyllim bosh, mos lëviz. Faleminderit. Faleminderit shumë. Deri javën tjetër, duke falendëruar profesor Fadil Qitakun, duke falendëruar mësuese dhe shkrimtare Zamfina Rexhaj, edhe Marash Loçkën këtu. Faleminderit. Deri javën tjetër, kise keni. Natën e mirë.